Zyra e Rregullatorit për Energji pritet që me datën 11 prill të marrë vendim për shtrejtimin e energjisë elektrike. Këta të fundit kanë bërë të ditur se kanë pranuar më shumë se 400 komente nga konsumatorët në kuadër të procesit të rregullt për shqyrtimin e tarifave të energjisë elektrike. Në mesin e këtyre komenteve është edhe ajo e organizatës asnjë cent më shumë, por që sipas themeluesit të këtij grupi nuk morën ftesë për takim nga ZRE, pasi që ftesa për takim nuk është dërguar në adresën e saktë të organizatës. Përveç kësaj, ai ka bërë të ditur se këtë vendim do të vazhdojnë ta kundërshtojnë sërish me protesta. Ne si organizat kemi dërgu kundërshtimet tona, komente, cilat i kemi pas për vendimin i cili po pretendohet merret prej anës së Zyrës Rregullatorit përmes adresës tonë zyrtare në emailin i cili ka qenë i publikuar prej anës tyre. Dhe si rezultat i kësaj, neve më njëherë na është kthy konfirmimi që emaila është e papranueshme, pasi që serverat e Zyrës Rregullatorit nuk e pranojnë as edhe një email tjetër. Pra ne kemi të konfirmuar, mundem ja u dëshmu edhe me pa ju që prej organizatës tonë atyre nuk ju ka shku emaila. Do të thotë fakti i parë. I dyti, kemi provu e kemi dërguar me një email tjetër të organizatës që është në platformën Gmail, e cila ju ka shku pastaj. Do të thotë atë e kanë pranë. Dhe çka ka ndodhur? Ne nuk e kemi marrë asnjë përgjigje prej anës tyre, që të paktën një konstatim që i kanë pranuar komentet tona, qofshin ato të pranueshme apo jo, për ta është temë tjetër, pra ne nuk e kemi marrë asnjë përgjigje prej anës tyre në lidhje me shqetësimin që i kemi pas këtë rast, po flas gjithmonë si organizat. Do të thotë edhe kur e kanë dërguar emailin për ftesën që e kanë dërguar tek palët e interesit për t'i ftuar në takim, do thotë emaili jonë aty është i shkruar gabimisht. Pra emri i organizatës shkruhet Let's do të shkruhet me U, pra në gjuhën shqipe, përderisa është Let's do it, do thotë është emaili zyrtar të cilin. Që nuk kupton ka shku gabim, ajo email e tyne për ajo po nuk e di as ku e kanë marrë atë email në fakt, sepse ajo nuk është emaili jonë. Kanë dërguar që ju kanë bërë thirrje për po, do thotë ai email ishte në mesin e emailave të cilët ata i kanë ftuar disa organizata tjera për të qenë në të njëjtën kohë në takim me ta. Ata kanë dërguar gabim. Do thotë atë emailun nuk e di as ku e kanë marrë, sepse emaili jonë është publik. Qoftë në webfaqe, qoftë në Facebookun tonë të organizatës, është i publikuar emaili jonë. Nëse vetëm ata do të vazhdojnë me të arrogancën e tyre, duke mos e dëgjuar zërin e qytetarëve, ata do të përballen me protesta. Ne kemi nesër në ora 12 proteste në paralajmëruar në sheshin Zahir Pajaziti. Protestat nuk do të ndalen. Në anën tjetër, një grup i ekspertëve tonë ligjor, të cilët janë ofruar vullnetarisht në grup, janë duke përgatitur edhe një padijë e cila do të deponohet në gjykatën themelore në Prishtinë, në mënyrë që këtë vendim të dëmshëm, jo transparent, i marrë në mënyrë arbitrare prej anës tyre, ne nuk do ta pranojmë asesi dhe do t'i vazhdojmë kundërshtimet tona.